Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë shfaqet edhe në RTV Dukagjinje. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Lavt pa fillu me ftuarin e radhës, mos harrojmë të përmendim sponsorët anëtar të cilët janë Golden Eagle dhe Ermini, ndërsa me neve është ish futbollisti i njohur, tani më trajner tash e disa vite, Emin Baliçi. Emin, mirë se vjen te Arena Yjeve. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi ime që jam në mesin tuaj. Për ata që se dinë Emini është një prej talentave të parë mas luftës. Prej më të mirëve ka lujt, tash është interesant, ka lujt këtë pozitat, gati ka mujt me luaj edhe me sfëshor edhe sulmues. Mas sulmuesit ka pas ndeshje edhe mbrojtësi majt ka lujt te Prishtina. Është një lojtar që publiku ku ka lujt e ka dashur dhe ka vlerësuar për angazhimin edhe për magjinë që ja ka dhënë futbollit. Emin na pyetjen e parë e kemi kështu zakonisht njëjtë për krejt, qysh ja ke nis mu mirë me futboll, hapat e tu të parë. Po, si çdo fëmijë, domethënë loja e vetme, lodra e vetme që u kon në atë kohë, po flas u kon topi, është një farë lloj rastësie se unë prindin e kom pas trajner të handbollit, edhe ka qenë arsimtar i edukatës fizike, ku edhe hapat, domethënë të parat, janë pikërisht te shkolla, që aty ku jam rrit, domethënë shkolla Marrën Bekteshi. Edhe është rastësia se gjithmonë stërvitje kur shkojshim që babi kish hallën e sporteve, domethënë tash minatori, unë gjithmonë jam kon me kom. Edhe domethënë tash rastësia tjetër është se unë dajën e kom pas futbollist, ish futbollistin e Trepçës jeton Kumnova, pikërisht ka qenë edhe ai majt, po ai ka qenë më shumë sulmues ansor, edhe bëma hiç gjenet e tij ka ndodhur që unë të jam futbollist. Domethënë hapat e parë janë çështo, si krejt si çdo fëmijë, ëndra si poshtë, njihna me gjithmonë me topin dorë, me një fanell në atë kohë. Tash mos të përmeni se unë kon skuadrat e ish Jugosllavisë, po pikërisht u kon fanella e një shqiptare gjithmonë me numrin 9, ngjyrën bardhë dhe zi, kështu që edhe ata që kanë pas zemrin Fadel Johon për rregull të na. Qysh u kon mu rrit Mitrovic në çat kohë, një qytet që vazhdimisht ka frymuar me futbollin. Po jo vetëm se edhe në basket edhe në handball Po Mitrovica tash atëherë ndoshta tarmën edhe në kohën e kaluar edhe gjithë komunjof si qytet i sportit, artit, kulturës. Edhe si fëmijë është kënaqësi mu rrit në atë qytet, në qytet që bashkohon tri lumej, edhe mus tash se dhe tash edhe gjithmonë atë është një farë lidhje veçantë si qysh bashkohon lumejt tash edhe zemra jam është e lidhën për atë qytet, domethënë çdo hap, çdo rrugë është gjësia më e veçantë, domethënë atë ndoshta edhe kur shkoj jashtë me nxitspres kur kthehem edhe shoh qynkën e Zveçanit, domethënë kalon edhe gjithë këto, domethënë është kënaqësi mu rrit në qytet, se është qytet që kur krijo është bosh i fort, bosh sportist, nuk ka Mitrovica që s'dim me këndu, me notu, edhe më kon sportist. Kur ja ke nis tamam kështu, kur je regjistruar me një klub? Me pas stërvitjet, me pas trener. Po hapat e parë, tash atë shkolla futbollit shumë s'kan ekzistuar si tash atë. Çdo hap që është ka i shkollë futbollit që është mirë për futbollin. Edhe e para ka qenë kur Bacajet, domethënë erdhi në shkollë edhe sa është edhe nikosisht edhe shok i prindit tim. Erdhi për shkollë dhe krijojnë një farë lloj shkolle të futbollit para se tikte në Shkëndijt të Tetovës. Ishim dikon 3 muaj aty, u njoftova me nesë shokun e jetës që kam shpëtimin. Dhe jemi kon shkollë bashkë se i Don Bashin, Fisnik Regjepin, shumë të tjerë Lindrit Misinin, në kryetarin e basketit, Arban Vitakun, edhe ai është hapat e parë që mësuam, domethënë për 3 muaj rresht në një shkollë lartë atje te një fshat, tash është para lagje Mitrovicës Vaganica. Edhe atje kemi fillu stërvitjet e para. Pastaj ai e la, ishte një pauzë e shkurtër kur Aslan Vitaku dhe Raif Hora dhe e hapën shkollën minatorit 89, edhe na ishim fëmijët e parë që u regjistruam aty. Domethënë stërvitshim Shupkovc, ka qenë krahasit, të tash pjesës veriore me një pjesë të jugut qytetit që ndoshta musëm kishë ra me kalu ka lumi Sitnica, ku çdo pas stërvitjet dushin, e bëjshim lumin Sitnica dhe ato lojna që shon me emra në babës e të nonës e këto që bon. Mene e kujton lojën e parë, debutimin, edhe çfarë ndjenje të ka jep, Masim dhe ka shku një ku që veç kini Ti për mene ka emrat ma heret me bashk, pa ti bot
Trepsha 89 tani, emnin edhe pa të bën një ekip që ka lu futboll veçantë Kosovë, me thonë u qarkullu topi, ato ja ka mësu dhe tereni i mirë, po edhe tereni i mirë, po është edhe një rasti që si fëmijë, domethënë ta kesh rafet prekazën tre. Një njeri, një adhurusi topi që don topin shtrum, në atë kohë, domethënë s'të kalon me një prekje, me prek topin, nuk on vështirë ngunga, je duhet mu gjinë gjithësysh, me një teknik, edhe i ka dorë lojtar teknik, me trup, kom qenë shumë i shkurt, domethënë shumë i shkurt, edhe tek mas luftës jam rritë edhe kom bu kitë shtatin që kom tash. Bile pseudonimin e kom pas min, nëse na gjuhën sërboslave, si që thojnë pacove, edhe domethënë është knatësi që në atë kohë, domethënë edhe pyetja që debutimi kur ka ndodhur për ekipën e parë, domethënë ka qenë si duket kundër Besjanës, që është rasia, kam lujt me kom djathtë, domethënë me kom majt begi djathtë, edhe kam qenë për me debutu. Se kur je i ri ti veç që vetën që dush më kon fush, nuk të intereson çfarë pozite lutë. Se ishim 6 shok për një pozitë. Mes fusha ishte tepër e ngjeshur, edhe nuk ish vend, edhe më ka rajt me, domethënë me qenë në atë kohë ishte kushtrim Munishi, edhe di që dush ajo është i mirë, ajo është edhe unë, ai mbanjo, se duket edhe kur lama sti shku. Edhe ka qenë në atë kohë, s'po dish me thonë, kon ndjenje veçantë, mu desh me një Elvis Osman, me Sabit Osman, me Gzim Paqarada, Samedin Pesi, Shrametlia, Gzim Kaçaniku, e shumë tjerë që më ka dhonë shumë për futbollin. E tani aty kem mësu dhe trikat, këtu me djetarve, shko merë këtu dilket të shka, po kon knasi, kon diçka, s'po dish me thonë, një ndjenjë që se cili e pretë, edhe kimi debutu shumë tri. Dhe që eci debutime, eci mirë? Jo mirë, se kur e dënë topin, adin mund isha shumë, do më thonë, edhe i butën ka natyra, edhe teknik, zakonisht a qenë teknik rallë që, po duke me qenë me dal jashtë vetës që me kry detyrën, sepse të pritë banka rezervë mua, dhe se ke pa venë. Lundi Trepsha 89, që tham disa vjetë, edhe Trepsha 89 unë njoftë edhe njët edhe sot gjithmonë edhe në ligë parë me konë edhe në dytën, ata kanë më mënu me lu futbol. Nëse s'mujnë me arrit matë mirën, futbol e ka më lu ato dhe lu që ashtu që përthu te me një të prekne, me dy të prekne, bam, vinë të gola. Me dhone, kryoni një ekip shumë të mirë edhe e fitoni simpatin nga të kitë Kosovën për atë luj. Pas asoj vjen edhe vresh si futbolist edhe kalën të Prishtina. Që shukon që kjo periuda 89 të Prishtina? Po, ka qenë një ndeshje, unë atë kohë kisha Bacenajet trener, Minatorit 89, Trepsht 89, edhe kishim një ndeshje me Prishtinën, ku debutonim, ishte ndeshja që lundim, ishin këta kollari dhe gjithë lojtarë, edhe na ndeshje unë shkëlqeva, sa që peja gjithë besim kajtazi, edhe gjavit ma lanë emrin, Krojfi Mitrovicës, ishta lojtarin ndeshjes, fitum 0-1, pastaj na ndeshje... Këtë media të shkru? Po, edhe është një foto, bile, është hala e lërruj me nostalgjia të foto, një me fanel, këtu është Eremet Jusufi, dhe aty shkru në Krojfi Mitrovicës djathtas. Po, edhe është i raspormen. Edhe... Në atë kohë kanë qenë gazetat shumë, e di qenë bile nana, e ka gjetë, e ka pre, edhe së kum di, dhe i vonë, do shta edhe unë mas ne kam fillu, po nuk ka pas Facebook, foto e lajme, ka pas shukon ma naturale jeta, edhe peja kësoj kohë, baca e del në Prishtinë, ishte koha ku i mledhshin të dhe të kreshat, unë isha një kosisht edhe student, pastaj edhe situata ekonomike në Mitrovic ka qenë jo e vështirë, po jashtëzakonisht e vështirë, se na me pjesë veriore ishim me banes, nuk guxoj ishim me shku, ta ishim këtu poshtë me një, s'ka pas as shtëpia me qiras, adin jetojshim me një dhomë, adin kanë qenë gjana shumë të vështira për me jetu, bile shpesh shok kur do ishin më ardh, i thosha ajt sot jo, nesër jo, se jeta natës u bu, po s'ke pas ku me qu, shpesh pa rrym, pa me ekcese, me ato gjana tjera. Edhe me iniciativën e shokëve të babit, Bacesajet, Rametli, Shema, Prekazi, pastaj drejtor sportiv ishte Gjaluam, Prekazi, edhe ai shok i babit me këta, edhe për një kosisht vim thanë duhet me shku,
erdha këtu me një unë pështu jashtë jetës jam kon jashtë topit me shok natyrshëm, me shok tjetës, dhe nuk kom pas shok me ata topit me dal, por për këta që i kom të fëmiris, edhe këtu kur jam ardhur jam dal me njerëz, më thonë ata që kam punu në lokale, edhe nuk kam pas, edhe pse shoqërinë e kom pas shumë të mirë. E që kjo ka qenë kalimi, interesant, isha student, isha kështu edhe, po të regoj drejtën, e kisha për ta përfunduar fakultetin, se i kisha emanet për prindit. Edhe pastaj filloj. Edhe në këtë rrugët edhe? Jo, rrugët u hapën, mish tash të futësh kështu mesin e shumë lojtarëve të maj, edhe gjesh venet, lush, është tash ndoshta unë nuk jo e vështirë ka qenë, po unë nuk i kom ditë ndoshta kvalitetet e mia derisa e kom pa që po më isha vërtet. Me lujtë. Po apritja ka qenë e jashtëzakonshme. Cila u gona ndeshje që të kam metin kujtes shumë me Prishtinën? Po, tash nuk e di zyrtarisht, po mdohet i kam 99 ndeshje, nuk e di, pa që rreth që aty ka shumë ndeshje interesante, po është ndeshja me Kosovën e Prishtinës si duket 4-0 fitojmë Superkupën, aty bëj gole 2-3 asista, po flas për këto të rëndësishme. Njëjtë edhe finalet kupës, asistoj me kokë të Mervan Hoxha, ka shumë ndeshje, po qëto janë të rëndësishme që domethënë janë fitu titujt. I ke fitu këtë me Prishtinën? Kom fitu, kom mujtë me fitu ma shumë, po mirë. Qa që më bere qatë verse që të tërshisht. E thamë që Prishtina konë shumë e fort në atë ko, do me thonë, pipërmen edhe emnat, që shukon me shku me lunë Mitrovica, ke pas problem në janë. Po dihet tradicionalisht, rivaliteti më i madh edhe para se me ornaj që është fryma e Mitrovicës, nuk e njehen kërkan rival. Heq, do më thonë rivali, njehen rival shtu, po nuk dorëzohen para askujt na i mitritën në atë frymë, edhe fryma e gjithë fëmijëve që vinë për Mitrovicë njëjta, nuk i intereson kush o përballë, kanë qef me mujtë, pa marrë parasysh fuqisë, këtë gjithë thonë jena më të mirë, këtë që është jena tritën, që jena më të mirë. Apo është që ato është që pyetja e parë, Mitrovicës është që kjo të bëjnë më konë të fort, edhe me besu vetë që je më i miri. Edhe është asi, vështirësit, më thonë nuk e kom di desa e më shku. Apo një atmosfere jashtëzakonisht e madhe, po ndërndeshjet më të vështira ka qenë viti i fundit, kur unë zavendësova 60 minutë dhe gjithë stadiumi e para herë me ndodhë me ma brohëritën në emrin. Edhe di që aty më kam pik lot edhe jem dal me kokën ullën se u ka qenë gjithësi e veçantë, më thonë se gjithë ajo është qyteti jam, edhe më kanë bo mundi edhe më shtu, edhe mirë edhe rahat. Ndjeni mirë se kur jenë rival, si të mos një rival që shukon Prishtina. Po në atë kohë nuk u konë si tash, po thonë janë, ka qenë këtë tjetër mentalitet, ka qenë ndryshe, tash është tjetër gjohë, edhe du të mi kuptu, tash në rinia kanë tjetër mentalitet, edhe shkojnë me frymën e Evropës e botës që du të mi respektu se cilët mendim. E men shukon atmosfera në Prishtinë që atë kusë, e tha u konë konkurencë e madhe për çdo pozitë, edhe faktikisht e dim se Prishtina në ato vjetë, 2 herë, ka 2 herë ranë, e vetëm titullën, sidomos që ato 5-6 vjetet e para, dhe nësa fillon pesa. Po, një zhveshtore e mbushur me plot lojtarë të maja, tonë edhe më fut më rana, tash ti është atër nuk në konë 23 lojtarë, janë kanë qenë 18, edhe kur të ke prit premtën, se kush del për formacioni, ka qenë punë edhe në të metre me i. Po, ka qenë, po flasë edhe këtu, ka qenë kvalitet drita, ka qenë Gjilani, po Besa, pastaj Trepsha 89, Besjana, ka pos Ferizaje, Vushtrije, këto gjana, gjithë ka pos kvalitetin e vetë, po Vllaznimi, Besa, Liria, kur ka qenë, më thonë, ka qenë knasi me lujt, do më thonë, gjitha ekipe që në konë rivaliteti mirë, në konë edhe ma fort me lujt, që do mos jashtë, kush ka lujt jashtë, në konë, këgja burë në atë konë, po është veshtoria u konë, të spëdish me thonë, kur ki kvalitet është pak, edhe ndjesi e mirë, po edhe vështirë, se ka pas lejtarë, nështë ta që duhet me prit me mbuj për me lujt. Po, absolut. E me një për parve lejtarë që
dalin në Shqipni me lu. Është një kohë kur ja nisin do lojtarët tonë me shku atje, se në fillim nuk na njefshin fort, po dalin do lojtarë për Kosovës në Shqipni edhe s'na kam pa të lu. edhe zhvillojnë ndeshjet mira, tani fillon ai hovi, tani veç dihet, çdo ekip i ka pas 3-4 deri dikur Skënderbeu që bëhet kampion e shkon në Evropë, ma vonë gjysën i ka pas Kosovës, më ka pas shumë talenta të maj. Qysh ndodhe që shkove mas pari e kon te Kastrioti, ha? Jo, te Beslidhja. Te Beslidhja, Kom pas oferta ma herët, edhe bile u pata shku edhe u pata taku edhe me presidentin atëherë ndjerin Beni Laze 2 vite ma herët, 2 vite radhazi, po nuk ish kismet, s'pëdi, isha skeptik pak, ishin ato malet, rrugë, nuk isha që isha me vëzit të makinën edhe pak vështërsi ka pas në atë ko, edhe mi taku 2-3 herë, bile mi marrë vesh për kushte, ka këthejna shpi, i kera pishma, a gji pishmonin shpi, 1 herë, 2 herë, pastaj 3 herë, ndodhi miku jem, dini në telefon, edhe aje ka një farë nofke që më thire, haver apo vjen këtu, thosh, ku, më thamë Beslidhja, thash që tash, i mora robat në autobus, ata ishe në orë pregadit edhe më riva atje, edhe thanë du të me të pa, ishte kryetar është miku jonë, Gjok Jako, ishte bashkis lezë, është kryetar, ishte kryetrajner Neptun Bajko, edhe tha du të me të pa. Ishte njeri kombëtarës. Po, ishte njeri kombëtarës, u fut edhe një lojtar brazilian, farë Gilson da Silva, i kështë qenë një reprezentacionit Maqedonisë, po se një, fshem 2 për i herë, edhe na thu se kimi lujt bashkë shumë kohë, ding dang, tha, e me ndush me nejt. Po më së është problem, u murën vesh për kushte, lajmërova në shpitha shumë për shkej lirë, qështu. A janë kanë kushtet më të mira në Kosovë? Pa tash varet për etapave, se në fillim kënë tani fillun me ra, atje ka qenë mjaftu shumë për një sportist, për një djallë 3, për një djallë që për me ndërtu jetën tanë, më ka qenë mjaft mirë, për atë periudhë kohore. Dhe me thonë, unë me ato kushtim konë mjaft i knaqë, se për ndryshë dhe nuk shandru venë. Për pa ku ke lu edhe te Elbasani, qysh e përkufizën që të përvoja në Shqipni, te Lezhë edhe te... Po, te Lezhë ka qenë knasi, ka qenë shoqni... Shumë tifoz ka pas. Tifoz, ka pas ndeshjet mira, edhe pse do shta unë... I mundi pretendent gati kejt ju mrena. Bash, edhe unë gjatë karierës, fat ndoshta muj me thonë, po kam pas shumë lëndime gjithë, në kam përcjellë. Edhe alla atje njejt, edhe pastaj për një pik na veçram, atje ishte super me, edhe në Elbasan ishte futbolli ma i fort, ma energjik, ma me fizik, unë isha pakës... Po, për trofe, edhe ty kur jetë pak teknik edhe shkën, adin me shqit qalëm, atje ata bam tok, deshën e parë, veç gjallë minutën e dytë, veç më rëzun për tokë kështu mirë, edhe më tregun që ka dalë se këtu pakës është ma fort, po ka qenë futbolli maj, se na e përfundum fazën në Maqedonia, është ndrysh, Maqedonia është shkolla Jugoslavist, topi për tokë, atje pakës ma ndryshë, edhe saj ditë lutë ma fizikus, edhe ma ashpër, dhe një jep një rëndësia saj, që është shumë ma në regull, dhe thunë mendoj që është në regull. Thej është Mitrovic, edhe vazhdon me 2 klubet, hera nej, herë kënej. Po, e kum pas ka fundi, thësha e kom një gume dhe i lapës, me shpja qës herë të kërë prapa shtesën, Je pjesë ati sezonit historik kur Trepça e vitën titullin 2010. Është i pare dhe i fundit mas lufte, e keni një super ekip, unë e moj me nga të kitë ekipin, se së pej portiere dhere të sulmuz, dhe më thonë, në gjithë pozit ka 2 lojtarë të mirë në konë. Edhe dominoni pajagi mirë kampionatin, edhe aje loja fundit këndër Besës më zga bosha. Lesa Simone jep 2 golla. Njënën e shumë të mirë. Po, pej 30 metra. Se Elvisi ka pas. Jo, është... Aji, edhe po qashtu, tash kushe një ata mire. Qyshe kujton qatë vetë qatë këtë vitin, dhe më thonë Trepça hen me një frymë për titull për fillimit, dhe më thonë mobilizohet i gjithë qyteti,
ka sponzorat mirë, ekipa që shë thash, në çdo pozitë ka dy lojtarë të mirë, që shë kujton që atë vetë? Po, për me fillu atë vetë, do të me fillu 6 muaj, ma herët, këthimi, ndodhën rastisht erdha për Elbasanit, edhe erdha në shpe me pushu si shanë në gjendje, jo fizike, po shpirtnore, pakës pe, se zakonisht kom dash me luj, thash luja im top, do më thonë lodra ime ka qenë top, edhe kur s'lun, do më thonë, edhe i ashvenet është mërzir, erdha këtu edhe, shokë më këshin da 2 tabore, një tabor në tëllë të nash, një tabor këtu, pastaj kapiteni, shpëtim fetau kënej, shpëtimi drizi, në lejtëmisin janej, po pesha kapitenit ka qenë ma ndryshe dhe më thret haden stërvitje, dalë, stadium ja dhe mashare, edhe 2 ekipet, në atë ko binin 6 ekipe pej ligës. Edhe une pastaj dalë ka dale, më hynë qef që me nejt, edhe veç i mora letrat për Elbasanit, në atë sezon, do më thonë 5 loj, 5 gola, 15 pik, 3 qapështon, 89 shira, edhe ndodhë një farë mobilizimi i qytetit, vinë personat ri sponsor, ata i Lërbojku e disa tjerë që përforcojnë, ndihmojnë kryetarit tani shumë neq me Din Haxhia, edhe forcojnë ekipën, botë ekipa mirë, fillojmë, pastaj na humbshim ekipet rivale hupshin, na baraz ata hupshin, edhe kishim fat e diqesh me shumë pak piku, po kampionati që atëherë. Edhe ndeshjet ma të rëndësishme ka qenë, kjo ma e rëndësishme ai para besës ka qenë Liria, në Gjilan 0-0, Liripi 2-0, 2-2, edhe konë djenja ma atë dhe qyteti konë jo i stërmbushur, po folim jashtë asaj, kur kemi hypën në kamionet për me festu, e di që gratë, e gjitha, dhe Mitrovica jetëm për shijet në basketbol, që abëllimo me qenë futbol i lartë, në është gjithë e presin ato, gjithë e presin, edhe ka qenë knatësi e veçanta, dhe në është plus në qytet tonin, me këthy atë ndjesi, atë me njalla qytet, që ishte veç i përvujtën, edhe ka qenë knatësi shumë e male. Në është atë trofejum ma i mirë dhe ma i rëndësishëm që jotin karrierë. Karrierë. Pa dishëm. Po, si edhim, po flasë për shkak ndjenja, emocione, vendin ku fillon edhe kur të respektojnë edhe atë në shumë diçka e madhe që ka ndodhur. Mas pak kohë e fiton edhe kupën me 89. Edhe ajo është trofeju i parë aty. Atë s'kam pas trofej ty, edhe aty isha rezervist. Që shukon me fitu trofej me 2 klubet qytetit, po atë ka përmbush edhe ma shumë. Po normala, po kupton, tash zgjonat jo ndore atëherë s'kan qenë dome, ka qenë gjësia, domethënë qyteti i ka dasht, kanë qenë dome, po jo kështu zyrtarisht edhe qysh janë tash, edhe atë ku atë loj isha rezervist, edhe e di që me Ferizaj në finale. Ishte 1-0 për ne, pastaj Ferizaj e bëjë një shtyll, e godet na jep një gol, është offside, pastaj më thrasin mu, edhe si o futa me kom djath, isha belen këtë pjesën, se edhe këtu ka fusha. Krasim, festim, Krasniqi me kokë 2-0. Edhe treta gol, i kaloj gjithë, portieri zot, jepi topin, Kastretrej që se bon golën edhe aty ka qenë feste e veçantë. Së është titulli i parë që u ardhë, do më thonë, klubin e Tripstit. E njek një titullin. Po aty e hupin për e pik me Tripstit. E keni bos ekipin shumë të mirë. Ekipa ka qenë shumë e mirë, e fort. Ata edhe për me fitu titullin mas 2-3 vite. Po, ata e kanë, unë aty s'kam qenë, se veç isha lënë futbolin edhe nuk jo marrë shumë me mas te me Po rrugën ja mësu. Jo, mësun, dhe ka mësu ata, vetë. Ja, Tripsha të të nëmë, për i menë që atë ku e ka pos ekipin shumë mirë, edhe mbrojtin me su, së në më konë. Ja, dhe arë generata e rejkur. Pak ma vonë vinë ata, ma vonë. Po, Roni Broja. A, titulli po? Po, Roni Broja, këta gjithë një konë aty, kur kemi qenë nasi lejtarë. Po. Edhe e the që titulli, po cila a titulli a kupa tash, se ti fmitët dhe nonshet titullin me Trepshëm? Jo, une tash jam në Trepsh, edhe titulli i Trepshës, se, do më thonë, tash nëse kthehet koha për para, atëherë Trepsha është Trepsh, është ekipi i zemrës qytetit, do më thonë, edhe ngjyra gjelbërtëzi janë tënë, si basket, si handball, si këto, Trepsha 89 është faktikisht ish klubi
Rudarit ose qysh minatorëve, edhe është klub i rëndësishëm i qytetit që jep talent, është ka organizim mirë po dihet Adem Jashari, edhe aty ka qenë të tonë ata shikues, tonë ata njerëz, edhe jashtë asaj, pastaj festa që ka ndodhur, diçka është e papërshkrueshme. Unë kam pas një farë hardisku me gjona, po më ka ikë edhe dhe më kanë me disa foto kështu që përsëritën non stop. E min gjatë kësaj kohe, so ke bu karrierë të këto ekipe të mëdha në Kosovë edhe në Shqipëni, e ke pas fatin me lu edhe për kombëtarën e Kosovës, edhe pse jo në kushtet më të mira kanë qenë ato vitet e pa u pranuar në FIFA dhe në UEFA, grumbullime me vështirësi e na e dim, po ju edhe ma mirë se keni përjetu vetë, po qysh u konë që aja ndjenja me grumbullu edhe mi lu ato ndeshje, ato pak ndeshje që aja në lu. Po tash, ondra se cilit është me përfacu shtit, e sidomos Kosovën, mas luftës e në di që kom një deklarat isha shumë i ri, vitin 2000 të Musa Begu, dhe më thonë pres qap dëshira për vitin e ri ka qenë, e kom bilet prej me shkruan dëshira e më është që vitin tjetër Kosova mu pranun ndërkombëtar. Tash o kanë qenë vitit 2000, tash para me ndo, unë si e min që a kom pritë, kom pritë që me dalë dhe me pasë unë dhe mi kalzu dikuj që unë di me lutar, adin, s'mu ka dhonë rast, mu ka dhonë do shta kështu kom pasë dhe oferta, po do shta ka qenë frika, pastaj jo fakulteti, jo gjona tjera që dush mi ndjek, pastaj edhe komfort zona shpetone, e bëni njeri që mos masi. Tash, përfacimi qëfar do koftë, qysht koftë, cilën do koftë është, do më thonë kulmi i karierës. Që ato pak ndeshje që imi mledhë, si të fmijët e unis të nish, atë kejtë u konë knacia e veçanë, se e taku me matë mirë të qati veni. Edhe pse izolum, edhe do shta ne për vene kampingat thjeshta, po unë më me shkru roman për atë punë për ndjesin që kom pas. E tash këta e kanë ma letë. Edhe në është ma sis është, gjithë shka është protokolare, ki zyrtare, dëshirë televizion, dhe dërtrokitje, mërzitjet e një popullit tërë që ka vujt i shprejhim për mes lejtarve që i kena. A mund me na kalldu në i moment veçantë kënë të bime, që se harron kur në shta? Po ka qenë në udhëtimin në Suedi. Suedi, po. Në Kalmar atje. Ishim atje në priti, do më thonë Gjevta, Lomnica dhe e tret Berisha. Pastaj udhëtimi me kombi, ku e triti vëzit e na me dur. Ka qenë shdrella e gjenerata që jënë ku mas neve, shumë gjenerate mirë. Do më thonë, ka qenë Aniel Rashka për spari, e di që ka bëllin në dhomës, ka qenë lojtar perfekt, për para herë mu taku. Grumbullimi ku që vjen shije bore, djel mrena gjysore. Qaj me siguri e di që është Drakusha nëse zga. Jes është, është një tjetër ata në konë. Ma herë. Jo, kjo është. Da e ka zë në ndërëj tha ku, Jo, e di që para lojës e këshin logë edhe kur hinëm na jo rëshitke, po edhe qaropat, se si që mësu qolla, dhe tani u duke më intruhe, edhe u timi u koni mirë, kështin të më kretari, Fadil Vukri, kështë e shaka shumë, se ishë bu ma shumë qëllimit dhe në mitësore, ajo konë po flasë për vete, një knasie veçanë se këto me yjet, gazetar, të këto reprezentacioni, edhe ato kanë qenë mirat, bushurat, stadionet, konë mirë me përfacu venin tënë, edhe pse do shta mrena pa dalë jashtë aksaj. Më dhune nuk kam shumë, po që ato që janë matë mirat në botë për mu. E men kur vendose me lënë futbolin edhe menove që përvushe ka që mjaftën atë lënë futbolin e tyja. Së është ko gja vendimi i vështirë? Jo, që ato edhe nuk kom lënë me mboloj mitësora. Dhe se edhe te kështu jam jo emocional, po diçka që e dënë është si me ta hek pe të mrashmës, apo ta njëtë për shpirtit. Edhe na e futëm trep që në Super League me 1 milion peripeti. Pastaj ndodhën disa gjona dë ndryshime mrashme. Edhe unë si kapiten nuk e nisha vetën mirë. Po në trep që apush me një ekip mirë, do isha dë ndryshime edhe për një me manë thash mos pëlluj. Bële e tërheka me vetë të shpëtime shokën tim, thash s'pëlluj mo.
se s'penina vetën mirë me që trepqen poshtë. Kupton? Edhe ka qenë vendim që ndoshta ad hoc, po vendim i duhur, por ato shkova i mora disa kona, dola me një fush edhe fillova me stërvit disa fëmijë edhe pa se gjithë kam menu hajtë se kthehet, po jo. Me ku vendos aty edhe pastaj hajde loj miqësore. Mu kanë tentuar edhe më herët me më pensionu. Kum pas disa sfida si krejt shqiptarët edhe që i kanë dashur me malone këto, po kjo ka qenë ajo vendimtare edhe mo nuk jom paraqitën fush. Me 1 milion kërkesa presioni jo. Kum thonë mo nuk luj top edhe po filloj një karrierë tjetër me fëmijë. Po aden që është tash me fëmijë me punu është knasi. Po. Ke pas dhe festimet mira dhe golla kur jepshe. Jo kënd veçantë shpërthyse elektrizë. Në momenteve të vështira kur e ke vendosur ndeshjen e gjithmonë se gjithë u shku ashtu edhe loja, trepsha ka pas ashtu gjithë. Po s'po dish me thon tash. Kur mësohesh me lujt, po them me më kthy është diçka tjetër, do sene nuk kisha. Dhe nuk i kisha bo, po ndoshta i kisha bo edhe ma ndryshe. Po. Ka qenë tash ti kur e din vetën që mund, edhe dikush don me thonë, po le futbollin ti se bëno drejtor, bëno kësi, më kanë ofru shumë sene, për shkak, të më thonë, ata e vlerësojshin që unë muj mi kry, po unë e nisha vetën që muj me jep, edhe ato emocioni janë kom pim rena. Dhe më thonë, pat keqen e kërkujt, po mu kësarë më kanë fut e kanë pas 200%. Se ka lojtarë, dhe më thonë, kur se futët edhe nuk e jep. Unë e kom pas natyrën se jam edhe lojtarë si tifos pak kësë edhe kur jam fute kom jep 200% në ato edhe so herë do më thonë kom bu ndryshim naj top, naj gol, naj pas edhe që tash me këthy kohën ato festime ndoshta s'janë të mira, po natë kur janë kohë të mira. Edhe krejt kuja bole, jo ty jo, po dikuj po. Edhe ka qenë si protest, do më thonë se unë jem këtu. Edhe jum konqa. Se po, moj me një ko për shambull ti qeshin edhe trenerat rezervë. Jo, ka pos rast që më ka që pyhy, më ka që 5 loj. Jo, për qëfar, më ka që 50 minutë, 95, më ka fut heq. Edhe më kalon më rëzit që atë, me krem dili, shpesh herë ku i rëzit që atë të kornja. Jo, ka pos rast edhe ashtu, po jo me prisha, mësërën jo me këto. Normal, jo. Edhe tash i kuptoj, këton kejtërën, edhe ju kësha kërku foli, gjithëve atyre që... Jo, po ato e kam bu interesant edhe gazetarinë edhe futbolin. Po se kom... Mene këna pos në balin njerë, shtu të bëndi shka ka... Po, krejt ka... E jep gollën e fitores, në një derbi, do me dhonë një 5.000 tifoz ato sigurt, edhe shpërta... Po është probleme që më thirin. Edhe pe bankës e vendosën ndeshën. Se më thirin, edhe më thirin, tifos, edhe edhe one gjithim kënë gatshëm. Qëtash më shtin se e lezojshim lojën. Edhe edhe disha që të reziku është tash. Edhe tash ti bësh di një rast, më një përkup me lujshim atje më pej, 3-0 rezultati, isha afrim të volani, trener në trep, 79, edhe bilosh një vetë do ma qëtë dorën, kështë edhe, kështë po më kalëzën diçka vesh, edhe i na bona asis një bona 2-3-2. Ani është armë nërmëri, na miku jam, edhe toki. Edhe këthejëm në Mitrovic, prapë së më fusë. Po s'ka lidhe, po pëtonë në usilë shati, unë dzejsha. Një rezultati, dikon 70 në fut, në 95, 2-1 shkojmë finali. Me di që mi kryjën kondja, këtë tribina, unë së shisha, po gjedhë jo mik dika, po, edhe në konë knatësi, që ato më besin se nësë kena pas shtu me emisione sportive, që do javë me dalë, edhe në që e lojo konë live, edhe teke prit, edhe në ndeshën që me dalë. Edhe ma eret, ato jënë konë gazetat. Po, ta din e pros shumë. Aj, nga të këshit, më se ke pas, edhe aj me ftyr... Aj me ftyr tonë dhe ka fshin gjami, se më rrim vakë. Ka qenë mas të edhe ato gazetat tjera që dullën me njyra, ato jënë konë veç sportive, jënë konë shumë të mira edhe. E qatë me qato i na mojtë. E men, të në kjo karriere e pasën edhe për mene shumicën e bashkëlejtarëve i ke pasë edhe shok të fëmirisë edhe shok të jetës halo. Po, kun e kështë vequn ashta si bashkëlejtare nëse tandemin ma të mirë si e kuptu me ta? Ja, po, na jena koni trekansh, që i thojnë triangle,
po aty hin edhe një tjetër, jena unë shpëtimi Seiti. Do të thonë edhe ndoshta edhe kur tren me 3, tash me shpëtimi një më afër, se Seiti është trener atje, po nëse foljon diçka shkot ai, njëjtat fjalë ti thot, edhe pe fëmijërisë, aty u hi edhe Fisnik Regjepi, po foli te fëmijëria. Masnej me kalimin e kohës ti del në ekip tjetër dush me kriju tjerë, edhe shokët kanë qenë ndryshëm, tash është Fitim Krushak që kum taku këtu, është Ulik Semra, drejton Krasniqi, pastaj Tepatiku Curi, Darmen Dollku. Domethënë pastaj Erdini, domethënë shok Alban Dragusho kur kthehen në trep, që atë krijon larmoni, po 5 vjetërve ka qenë Luis Osmani, që kum pas këtu Shera, pastaj Besnik Kollari, Gjevda, që Gjevdën me po kun ma. O kon knasi ka pas edhe shumë tjerë milaj me këtu, po pej fëmiris janë këta, domethënë që jemi veçu. E na i kundërshton shto ma i vështirë, ma që ke Po e pas. di një rast që e lypsha topin e smisha me gjetpi, Treshës Gjilanit, Hodoj, Besnik Kollari edhe s'di ku shukon tjetër. Po veç ekipën po ishim 3 edhe do ishim na me në zonë ata dhe e di që shkoj ke topi tak tuk luishin shumë mirë edhe ti e njeh kështu topin s'mishe me prek edhe dikur nalo më të kthejnë për pas s'është rani kanë pas shumë e kanë lu shumë shpejt po Besniku njët po asi mas luftës se cila ekip ka pas spoku bile një ja ka pas lojtar shkollum në atë sistemin edhe kolionar tu ata me ty kanë bo së konë interesant, se kanë shkel të ove në pranimet, pa mas në gollat bukra, me shithojnë kështu magazic për masja, me voldeje, me adin, ke pas edhe pse fushat që në kohë. Ka onë edhe golla për i kornerit. Jo, ka pas, se pas e shtylla ku kështu. U konë shtylla pak vash drev. Se edhe jo periudën e para luftës, edhe këta lojtarë janë konë të pjekon për që s'ka. Më konë shumë ma bura, tash me kështu të ismetin. Sa robot më nishin faulë, edhe në pi kundërshtarëve. Edhe shumë edhe lojtarë tjerë që me Muharrem Said më ka rame pak Isa Sadri, edhe shumë lojtarë që janë konë shumë kvalitet, edhe dikane kom haru, po mës. Edhe pi tash lazit kurti që i përmenet, edhe në tonë të vinali, edhe një konë që edhe ka lujta ne edhe kënej, po ka gjithën që brejli. Edhe shumë kvalitete që edhe do shtë edhe mos mi përmenar gjëna. Po. Tash e disa vjetë si trajner. Qysh po ecë? Çfarë dallimi ka? Jo, me qenë se kallëzë që kur u pensionu, me herë ka fillu me fëmijë, domethënë nuk e ke lënë veten me pushu as një ditë. Jo, se dyqysh. A ke pas në men, mja fillu me herë? Po unë edhe... A në bazë vendimi që the ke morë ad hoc edhe kështu ka i herë, edhe në të trit, e luj që të jo bo bilen trep, kërë na hin lig, trener u konë Rafet Prekazi. Po ti e konë ashtë në fush? Jo, në fush, unë konë, jo dora djath, po. Po tonë, aty ti se merë shatopin o tërheksha e dishim që janë vet ata. Vesh ki mu qelë që to dhe din që të vjen topi. Ka qene programume, ashtu se pishpi të ato se pi meje. Ka pasar tash Ardian Muja, Arnor Muja, ka qenë Ergyn Ahmeti. 3 që s'ka mujt me lujt klubet atje dhe janë të na që janë paraqit Hasan Hyseni, pastaj edhe e kemi sistematizu. Kurse daljan trener është ke diçka aty në futbollist menon vish për veti, je ma egoist, je menon kushtet e tuja edhe o tan ty mos me trokdillesh, ja kur bosh trener dëshmi menu për gjithë ata edhe domethënë mi pru me një qëllim, me një mendim, me një sen që edhe më përmarit një objektiv që na e sa e kohë kemi, po të këshyrim që po botë. Si vjetë, Liga por u bo bashk, dhe më thonë shumë ekipe, 18, loj ma shumë, rivalitet i ashpër, ekipet mloja me emën, dhe më thonë, me kështu realisht, në e thujnë a shpesh këtë ma shumë ekipet mloja konë Ligë të porse në Super League, jeni ofër me tjerat, nuk jeni largë, dhe më thonë 4 pikë, 5 pikë që ato stilën pe venit por dhe i shtatit. I dheti. Po, se cila e mund se cilën, qysh është atmosfera se në Ligë të parë për shumë që po ka shikus ma shumë se Super Liga ka njerë, se që më shko ku jam edhe që i përmena,
Qysh po do këtë liga aty? Çdo vet Po, më fort. po na ligën, domethënë që u konë ndome pjesa e grupi A ka qenë e vështirë. Po. Kupton, neve nuk kam bashkangjit to ekipe tjera që janë tash janë përforcues, nuk kishin mujt me qenë rival me këto të grupit A. me të grupit A. Edhe, qysh e the edhe ti, është një ligë shumë interesant. Më dhënë, shkon atje, fiton, kthej ashtu të mund një ekip Po. që ti e shen ndoshta në fund tabelës, më dhënë, absolut nuk vlen ajo tabela që ti e shen në fund edhe nuk bën problem. Tash gjithë po din me lujt, gjithë po stërvisin, ka lojtar tash. Superliga është me pak ekipe me 10, nuk i nxën gjithë. Po. Ka lojtar të huj, ata që kanë bu bagazhe, loje, këtu, vinë lujnë këtu, edhe tash ka fundi s'po muj me gjithë ekip, shkoj një ekip që ti do shta e thua është Po. i Ka fundi outsider, ta po. jo, po del ai lojtar edhe të bën telashe me organizime, me gjitha gjanat. Më thonë, ai që mendon që është lehtë është gabim. Se edhe te analizat dhe te këto nuk i ndeshje shumë dëshmimar me analizu këto Superligës është ma lehtë i kqyre, ka sisteme, po edhe kanë investime më të mëdha, domethënë, po këtu është shumë vështirë, këtu dush fort me qellu për me dal. Qysh me menon. Qysh me menon, e që është shumë vështirë. Na jemi që aty, domethënë me pik pa të mlshime, domethënë hupëm kogja pik mrena dhe nuk është lehtë. Që ta doshta me ta bëj pyetje, stadiumi ja bën problem, se në që me pas stadiumin ju ishi si vjet bile pa. Po si vjetë tjetër është kur del shikuesi lart edhe ti je shef edhe e bën një tush mas stërvitës, na s'kem tush. Po thon lojtarët e mi janë, lojtarët tonë janë heroj, se stërvisën e nuk kanë ku me bo dush që dihet që është një pe elementeve bazike. Dhe në është marrë me fol për atë punë, po na nuk kemi stërvitën 12, po fol menaxhmentit e klubit e kam bo që ka një herë ma vonë që atër kur ke vapa. Po. Më thonë, edhe kemi stërvit, jemi shku në pregaditje këto gjanat që na kanë ndihmu për me qenë konkurrent me këto ekipe tjera. Se për ndryshe, ndoshta nuk kishim qenë edhe. A i kënaqur me grupin e lojtarëve, e keni ekipën? Jo i kënaqem, po super. Jo i kënaqem, po super kënaqem. Jo mirë, thun pe një stafit mirë, mas pari pe kryesis, pe sponsorëve, atyve njerëzve që janë ardhur dhe na mbojnë, domethënë me qenë që trep që shkon, domethënë një ditë më herët para ndeshjes, domethënë që s'ka qenë, që 2 viteve që jemi rregullisht kështu. Edhe ky grup i lojtarëve është i jashtëzakonshëm, janë edhe djemt mirë edhe punëtorë edhe tash. Rezultatet, këto gjëra tjera njerëz duhet mi prit. Po. Dhe me qenë durimtar, tash deri ku shkon, mendoj që jemi rrugën e dur me një ekip kogja të mirë, që e kemi po bazë kushteve që janë. Po normal. Se gjithë lojtarë që janë tjerë dojnë kushte, dojnë pakës me ndi vetën pak ma si, po prapë këta emra këta që janë ardhur i falenderoj shumë edhe mendoj që e jepin maksimumin për këtë fanell tash. Ka në herë që ka lëshime, ka këto, po janë të natyrshme për lojën e futbollit. Vllaznimi, vështreja mas pari se para vështreja, vllaznimi, trepçat të thenon jo, edhe psileria pak për mas. Po. Këtë synojnë këto depozitat e para, kënë shema ma favorit? Po, tash pas lujve... Gati ke lu, po, gati këni lu gjysën e sinorit. Gjysën, mu ka ra me vështrim, mës me lujt edhe me Feroniklin. Po, me këshyr edhe Feroniklin më staroj. Me këshyr kështu, te Fikçanga është ekipa... Jo, Befasia është një me ekipe mirë, ekip që të vrapojnë, din me lu top. Më përgëzaj kolegën tem Sherifin që tash e ka bu një ekip jo simpatike, po vërtet respektuese. Tash edhe ata kanë me pas një mini krize, mundet me pas, po në bazë lojës i kanë disa lojtarë që nuk shihen në radhë. Dhe me thonë, nëse si markan që e thonë këta, që si runë të sose. E kom po me... Jo, na fitum 3-2, po tesha ka qenë, po të thëmë, e jashtëzakonshme. Po thotë unë e pash me vështren lojën, në minutën e fundit në ansor e mur topin, çfarë driblimi bën edhe gol. Jo, po këtë ndeshjet kanë shënu 80-89. Po. Apo kupton, nuk është rastësisht. Se mund 1-2, po. Tashto tjera, Liria, Vllaznimi, na, 89, Vushtria, Veronikli janë ekipe që po pritet. Po. Tash kush e mban
ritmin edhe kur shkëtsen valle mirë, tash të shohim çysh është, po jo në ekipe kvalita, po edhe tjera tash është që janë afër aty, më thonë nuk bën me ana shkalu. Shtogu ka ekip luan mirë top. Po edhe nuk e dallon fort, kanë fizikust mirë, vrapim mirë, lojt mirë, pastaj Rami Sadiku. Mas folim Rami Sadiku, ata janë blet punëtore. Albani ka bu me motor, taman janë ekip që edhe shumë i vështirë. Shumë i vështirë se gjithë vrapojnë. Dhe edhe krijojnë, dalin shpejt, kanë tranzicion të mirë. Kështu që do të mi vlerësu. Po Liga e parë tash se kur u kon dy grupe u dit pak a shumë, domethënë. Po si vjet është u punu shumë edhe me video analiza edhe taktikisht edhe shumë të punu se në vitet e kalume. Jo e kam një qitë përshtypje, shkaku që shpëthojnë atë te fikçonga, istu Guvjosa, edhe pse s'po ka rezultate, po tash ka fillu edhe Dinamo tash jo është të bu fitore. Dinamo, bravo. Do me thonë ki ekipe që shëthat në fillim, veni fundit të menon që e ki fitoren ma let, po vjen 2 gollat i bën pjesë pora, vedet, do me thonë, ta prish matematikën ketë. Për që ata liga e parë si vjet ka interesim të jashtëzakonshëm. Njerëzit po shkojnë mbikëqyrjen e ndeshjet, po shumë stadiume ka 2-3 mijë tifozë, do me thonë, që Super League rralli sheh. Liga e parë si vjet është bomb. Mendoj që është edhe pak më brunora, dhe s'noret faulli për gjithçka. Ish duhet me kon. Gjithkohë është liga është më e brunora, ndoshta edhe taktikisht si tjera, se den ai lojtar që ti asë një, asë ti kusho. Edhe ti kalon krejt avon gol, apo ton desa të merr vesh ti kryet loja. Apo ton ka shumë kësi, edhe që ti sinim, po që më thonë ki me 9 golla, 5 golla, 7 golla të Rami Sadiku, të një ekip tjetër atje, këto që anihëm na e dim për afërsisht, ka në ekip të edhe. Po këto ekipet pak ma poshtë, problem, del në një që, në më thonë, deri sa të fillon ti me rujt edhe ato, po, fate përmenën ati që po dërgonë vidot, edhe ki ko mi shiku, mi analizu, me pa, ka shumë senet bukra, do më thonë, vinë shumë punë, tash më stadim, edhe na që u bu, da dhe në është gjithë në regullë sështë, po ka senet bukra janë, do më thonë, është një gjenerat e rej që do me punu. Edhe trejnera. Po që ato po thonë, shumë e mirë që edhe Superliga veç do të mi kthy syt anej. Edhe jo një gjenerat e rej në se cilin ekip gati, edhe që mundot me maksimumin, edhe me tregu vetën, edhe me boluj matë bukër e matë mirë. E mi nëse ishe kthy pas, a kështë vendus me but njëtën karrierë, a kështë but diçka ndryshe? Po ndoshta do sene që më kanë ardhë kështu edhe i kom bajtë mëre se. Që aty se jo, kështu jo, edhe nësa jo është caktim që ka bu. Zotë edhe nuk kom që më shumë i lumë me çdo sene. Qa kështu andru të vetja, ndoshta kokë forcim pak, edhe do sene që me kom pak ma, s'përish me thonë. Edhe me qenë, jo i hapër jëmë konë shumë, edhe jëmë konë shoqnus dhe sene, po do sene që me përparu, me shku përpara ma lete, se shumë i ku marrë nga të dhe humbjet edhe, do më thonë fitore ndoshta ma, asi po humbjet analizën që ku bu vetës e konë e të mërshë, do është atim kjo thonë bravo, ke ma i mirë, si më konë i knaqën me vetë. Edhe se la shtu pëse hu pa këtë tapë, shumë e ku ngarku vetën që shka pas nevoj. E futbolli është tak tim knaqë. Edhe është qëtu sene që më thonë pëse dola 3 herën me hub 2 herë që ka ndodhë i hub gjithë kush, po unë më ka mundu, po tanë edhe që ato e kësha ndru për vetën, edhe ka ndodhë që ta shkësha më na fitojmë një 0, që më i knasht, se së shku topi, edhe në të sene që më pa, nështë mungese disa zjonave, që ato, se jo tjerat gjithë shka, edhe është knasi që ato që e kom arrit, se u bu me ndjerës, me mund, me ndihmën e prindve, do më thonë që i falenderoj shumë, sidomos babin, që u konë s'na kalon me bo gjithë shka, dhe ka qenë sportist shtu, që me vijat kuqe, edhe u duhet mi përcjell ato vijat kuqe, më thonë nano se gjithë tani pas në shuqe, se këtë, po me ndruj, nuk isha ndru kur që. Dhe është ta veç këpa po që ka të kisha bli matri. Edhe për fund një analizë Kosovës në përgjithësi, qysh po do këtë që kjo Kosova e fodës, në 4 loj i ka 7 pik, 2 fitore, 1 barazim edhe 1 humbje, po i ka dhe 2 ndeshje ku mundet
minimalisht në dur të veta ka play-offin, në dur të veta nuk ka për vendin e parë, do me thonë është pak në dur Suedis, edhe? Po. Që ato, po, kur t'i këshysh këtu një kampanjë interesante, emocionale, po që mund me pos edhe rezultate. Qysh pishe tash dallimi pe lojës parë me Zvicrën që kem blackout total, do me thonë këtë ekipa, kur t'i këshysh lojën me Suedin të fundit, do me thonë është një dallim enorm. Po, qa do që ndodh, na do të më konë të kënaqë. Edhe unë po flasë për vete se lojës si këshyri më analizë, heq. Kosovën e këshyri më ndryshë. Kosovën edhe Barcelonën, dhe më thonë e këshyri veç edhe në shto hinë, dhe më thonë televizar, se e du edhe, do shta ma vonë e kësha këshyri për qefi më analizu. Edhe nuk e këshyri si analizë, as si trener, as si lojtar, po si tifos. Ajnë si dashni. Këtu loj që i ka bu në fund është, ja, sa den veç mi andru stemën, se den që është Kosova, ka ndryshu plët, edhe jam shumë i lumë të që ka nëshkru prap këtë trener, edhe ka këthy një farë lloj vetë besimi, një farë identiteti, ka bo lojtarët, a i kur lunë në major, ke këtë tjetëri këtu, pëse mos me lujtë për Kosovën, që ashtu, a do me nalë topin, dhe kina pas një farë lloj treme, e gjysë kush pe hek topin, këta ho për mas, një më tash pëse, e sulmun së e din, edhe e mujtën atje, këtu, barabart, dhe më thonë, si këtu në tavolina, kur ullum negociojim barabart, edhe aty fusha është tash, kualiteti vjen shpreje, po, ka pas paraqitje, jo jashtë zakonshme, po mu një krenare, jo me dojnë me flamura, po me kallë krejta, dhe nëse konë diçka të ka bo më ty, tash kush e din, futbolën e ti, si më konë fmi, kur e nërë Mitrovic, mi mësu trenerat e Kosovës, jo federata futbolit suedes. Me majtë, me ene di trenerë Rafet, jënë kone edhe majshim hall sport, ata e mësë ishen dubadin, për mi licensu. Tash ti për munish një vend që të bani mund fillim në hapat e parë. Ti këshyre ku është arritja për këto vjetë. Më Turkisi ka duhet u konë shtet, me bo tranzicion, Shqipnia u konë shtet, një që në tranzicion. Më këshyre shtetet ku e këshyre Kosovë. Na kemi arrit, pjës janë lojtarë që janë dalë piktuj, dhe Moreqe, Rashice, kapiteni, Rahmani, Zhegrova, e tjerë që kanë më ardhë, është Jashari, e Mërlaje, që kjo la, që kjo vend, që kjo pak që ato shkolla me cerada, me këto që janë bulesa, i kanë kriju që ta djemë. Edhe du të shumë më konë krenar, shumë të gzu, shumë për veti, edhe nuk kam as analiza, ashtë jo kështu, jo gjutopi aty se, më të knaqe, sidomos veni jëtë, edhe, okej, tash, që se cili e shepi asaj të vetës, po unë për veti, po folin në aspektin emocional. Edhe ta man du të mundi, edhe me një vetën që je mrenë, si ish lojtare, si qysh dush, edhe kur ti mshojnë ata gull, kur ti jepin në të televizioni. Adën se është diçka e papërshkrushme. E kjo arritje është dora e trajnerit, po edhe atyme që kanë vazhdu. Play-offin pe kapën, do. Valla, që vazhdojmë, që shdo se djetë, është Allah, e visë nësë të ndryshme. Po, thashtë të njerë, me dhe mos se më bo, do të me përkrosi, po vinë të djemë 3 që tash 4-5 thamë po, njëherë jo e kampanja, tash e ka njës po, s'pe kena pas vend. Tash edhe po edhe pe një senisha, po vinë në stop edhe lejtar 3 që po prodhohen pe futbolit tonë. Po, ka shumë që janë jashtë, që janë rritë edhe që një vetën që mundën me kontribu këtu. Po tash ka dhe asi që senin që është normale. Edhe në këto janë normale për topin. E me neve s'na me të kurgjovish me të falenderu që ke gjithë ku, po mdo këtë i kena prej këtë pikat ka pak pe fillimit karrierës. Me fol me ty 2 javë mujna me fol për futboll. Ja, dhe tha veç për Kosovën ato pak ndeshje një roman për karrierën, një vëllim me... Pa ja, se cili e ka ato vetën, adën që mundet me përshkru vujtjet e knatësit e se futbollit trofet t'ishe, po vujtjes t'ishe kërkush. A o të nësarë ke kajtë zhveshtore, adën për një ndeshje ose për një finali që kena hup, ka shumë. Ato mu përshkrujen zashme dhe si, po në fund thojnë qatë titull që ke vitu që shukon. Adën e këto tjera që ti ke hek, edhe fajem dire se për juve është knasi që isha këto, edhe vazhdojnë me këse emisione se edhe neve për në abone mundi mirë me tregu pak. Po normal. Adën se cili njeri ka që atë tregon, pak, ato të mirat le ti marit, që asë të mira le ti hekin. Shumë falem dire shumë qira me ju. Shumë falem dire. Duke i falenderuar edhe njerë sponsorët tanë që janë Golden Eagle dhe jemi ne dhe jo shikus të nderuar, shumë falemderit që jemi javën e tjetër.